Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës ngriti shqetësimin se kryeministri Edi Rama po pengon drejtsinë duke bllokuar kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në fjalën e tij në Asamble, Berisha deklaroi se kryeministri Rama nuk po i jep SPAK-ut autorizimin për arrestimin e Ballukut për të mbrojtur veten e tij, pasi sipas Berishës janë pjesë të njëjtës dosje hetimore. Prokuroria kërkoi arrestimin dhe heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Edi Rama, kryeministri i quajtur Ramaduro i Madh, e bllokoi iniciativën e prokurorisë dhe nuk po e lejon. Pse? Sepse në çdo 3 rreshta të këtij dosjeje gjendet emri i tij. E njëjta gjë po ndodh me Akshin, Agjencinë Kombëtare të Teknologjisë. Të gjitha të dhënat po eksportohen te bandat kriminale dhe banditët. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka sjellë në Parlamentin shqiptar persona të mbështetur nga bandat kriminale. Votat e tyre po i përdor sot për të bllokuar SPAK-un. 28 deputet kanë hyrë në parlament të mbështetur nga kartelat më të fuqishëm të drogës. Pas kësaj atyre ju dhan 450 leje për hotele, motele, ndërtime dhe resorte turistike. Me pas mandatet e tyre u përdorën për të bllokuar tërësisht prokurorin. Në Strasburg, kryetari i PD-s shfrytzoi diskutimin për ndërhyrjet ruse në zgjedhjet e vendeve të tjera për të ngritur shqetësimin për zgjedhjen e 11 majit në Shqipëri, të cilat sipas tij nuk ishin as të lira e as të drejta. Unë dënoj fuqishëm ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vendeve të tjera, por jam këtu gjithashtu për të denoncuar 2 faktorë të tjerë madhor që mund t'i shkatrojnë zgjedhjet. Njëri prej tyre është shtet parti ose partia shtet, ashtu siç u tha këtu nga vëzhguesit se në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në klimën e një partie shtet. Në raportin që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi për zgjedhjet e 11 majit vitit kaluar, vjet në dukje se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve shtetërore. Dhe një prej rekomandimeve të Asamblesë ishte që duhet ndërhyrje për të ndarë qartësisht partinë në pushtet nga shteti.